kontrolluar. Ka një lajm mirë brenda lajmit keq se fillon prodhimi i energjisë elektrike dhe sigurisht është një aset i çmuar edhe nga ana financiare, por çfarë garancie ka që kjo hapje mos sjellë shqetësime? Ju thatë ka disa sinjale alarmi në zonën e Obotit, por çfarë garancie ka që kjo lloj hapje e kontrolluar kthehet në një kaos pa kontrolluar dhe një përmbytje në një zonë e cila ka vuajtur prej disa dekadash për këtë çështje? Mund t'ju siguroj për dy element. E para njerë me ndërhyrjet që janë bërë në Shkodër, në zonën urbane, po edhe në zonën e Bërdicës dhe në Dajç, të gjitha kanalet kulluse dhe pritat që janë organizuar në muajt para rendës, kanë bërë të mundur që sot të kemi një Shkodër e cila është absolutisht e thatë. Pra ky është një element pozitiv i menaxhimit të situatës. E dyta, ne nuk shohim fare elementin e të ardhurave që mund të gjenerojë shteti nga energjia. Në këto momente ajo që është parsorë është jeta e qytetarëve dhe nga ana tjetër infrastruktura kritike, sepse këto hidrocentrale kanë kuota limit maksimale të cilat nuk duhen të kaluar, jo për efekt të prodhimit të energjisë, por për efekt të qëndrueshmërisë së tyre. Dhe ato nuk duhet kursesi të çedojnë në asnjë moment, pra edhe një herë kjo lidhet me jetët e njerëzve dhe lidhet me kushtet e sigurisë optimale. Pra këto janë dy parimet me të cilat ne operojmë mbi kaskadë. Pyetja tjetër lidhet, ju thatë Shkodra është e thatë, ndërkohë e keni Durrësin shumë të njohur. Dhe praktikisht më rezulton që jeni detyruar të rivini në funksion edhe hidrovorin e vjetër të Hamallajt, ndërkohë që ka një pikpyetje shumë të madhe, ndërkohë opozita është shumë e qartë që diçka ka dështuar për shkak korrupsionit e tjerë për hidrovorin e ri atë 19 milionë euro të ndërtuar në Porto Romano. Atëherë si shpjegohet zoti ministër? E para na konfirmoni që 2 hidrovoret janë hapur, kjo e para, dhe e dyta si shpjegohet që pavarësisht se hidrovoret janë hapur, janë hedhur 19 milionë euro tek Riu, Durrësi praktikisht jeton në ujë. Atë që mund t'ju them, sepse kam qenë gjatë gjithë 48 orëve të fundit së bashku me forcat armatosura në mbështetje të përpjekjeve të Bashkisë së Durrësit për të menaxhuar situatën. Të 2 hidrovoret janë absolutisht në funksion, është diçka absolutisht e verifikueshme, janë në kapacitet të plot dhe po funksionojnë më së miri. Vështirësitë në Durrës janë krijuar nga bllokime në kanalet e ujrave të larta në disa pika të qytetit, qoftë nga inertet, qoftë nga prurjet e vërshimeve të muajve të fundit, pa pastërti urbane nga më të ndryshmet, dhe na është dashur të ndërhyjmë fuqimisht duke bërë çarje efektive edhe me mjetet e Ministrisë Bujqësisë, me kolegun e Ministrisë Bujqësisë, edhe me forcat e armatosura, dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Ky është një sinjal që siç kemi vepruar në shumë bashki të tjera ku kemi rehabilitim të kanaleve të ujrave të larta, të mund ta vijojmë këtë program kombëtar të emergjencave civile me financimin e këtyre projekteve në mbar vendin, dhe patjetër duhet një reflektim dhe në Durrës. Po vazhdojmë ta bëjmë në Vlorë për shembull, dhe jemi në një situatë shumë herë më të përgatitur në krahasim me muajt para rendës. Zgjidhja midis dy modeleve nuk duhet merrem me arkeologji politike, nuk duhet merrem fare me pretendime për sa i përket mënyrës së ndërtimeve në të kaluarën. Atë që mund t'ju them është që ka një diferencë midis një shteti funksional që reagon dhe një shteti pasiv. Sot unë di t'ju them si ministri i Mbrojtjes që jemi në kushte gatishmërie maksimale në terren. Forca armatosur pse vepron? Vepron sepse ka ekspertizën, mjetet, logjistikën dhe të gjitha njohuritë për të bërë të mundur përballimin e këtyre emergjencave, dhe në këtë mënyrë edhe në basenin e Vjosës do operojmë në qoftë se është nevoja, qoftë me evakuime të Baktisë, gjë së gjallë,